Ndodhemi në thellësi të bregut të detit Jon të rrethit të Sarandës, shumë kilometra, dhe është ngritur një qytet antik i cili deri tani njihet me emrin qyteti antik në Malçan. Dhe ka mendime nga disa arkeologë që nga lashësia se ndodhet një qytet me emrin Helikranon, me një pamje të ruajtur më mirë nga qytetet e tjera antike, pikërisht në fshatin Malçan të rrethit të Sarandës, dhe shikojmë se muret rrethuese të këtij qyteti antik janë të vendosur mbi malin e Shën Ilias me një gjatësi të murit mbrojtës prej 1000 metër linear dhe një sipërfaqe rrethuese prej 110.000 metër katror. Sigurisht që themelet e këtij qyteti, nga zbulimet arkeologjike në vazhdimsi deri në ditët e sotme, rezultojnë se qyteti ka lullzuar në shekullin e 3 para Krishtit. Ai përbëhet nga një strukturë e mureve rrethuese që arrin trashësinë deri në 3 metër e gjysmë, me 2 pjesë mbrojtëse ose këmisha dhe pjesën e brendshme të tij, të cilat janë mirë ruajtur deri në ditët e sotme dhe formojnë rreth 16 kulla mbrojtëse. Kullat kanë formën katërkëndshme dhe hyrjet, prej të cilave ruhen 3 prej tyre, më të rëndësishmet, dhe përbëhen nga bloqet e gurëve katërkëndshme, duke ruajtur një vijë drejtimi izodomik ose në vijë në vazhdimsi të bloqeve të gurëve. Në këtë aspekt, ato kanë një ngjashmëri me qendrat e qyteteve antike pa akropol, siç është Çuka e Ajtojt dhe të tjera, por hyrjet e tyre kanë ngjashmëri me portat hyrëse të Butrintit, të Mato Hasanaj dhe qyteteve tjera antike të ngritura në thellësi të tokës së Epirit. Duhet të përmendur se përveç mureve rrethuese, kullave dhe hyrjeve të tij, ka një strukturë përbërje prej 2 sisteme taracimi ku janë ngritur banesat, dhe midis tyre e miruajtur deri në ditët e sotme është dhe një kish në pjesën ballore të saj. Rezultatet e gërmimeve arkeologjike janë thuajse të plota nga pastrimet dhe gërmimet arkeologjike, dhe ato të fundit janë bërë në këtë qytet antik nga arkeologu i Sarandës Dimitër Çondi. Dhe në vazhdimsi, kjo është një qendër e vendosur në thellësi, por tërheq sidomos arkeolog, studiues dhe pasionant për arkeologjinë. Duhet theksuar se zhvillimi i jetës këtu kaloi në periudhën antike, por edhe kisha e ndërtuar është një tregues i cili çon në një periudhë më të vonshme të përqendruar në këtë thellësi toke ose prapa toke të vijës bregdetare të Kaonëve. Qyteti është ndërtuar në shekullin e 3 para Krishtit, sikurse edhe shumë qytete antike që dominojnë në tokat e Epirit, si edhe të Ilirisë. Dhe në vazhdimsi, ky ka një historik të treguar, sidomos nëpërmjet literaturës antike, ku përmendet si një qytet në tokat e brendshme në thellësi, por që ka pas lidhje me sa duket edhe me ardhjen në ndihmë të ushtrisë së etolëve të thirrur nga Fojnika, kur u sulmua nga ushtria e Teutës së Taulantëve nëpërmjet Skërdilajt si komandant ushtarak i kësaj ushtrie. Dhe u paraqitën një natë, sipas studimeve, ushtria e etolëve që kaloi natën në
qytetin antik të Helikranon, por ky qytet nuk është identifikuar akoma nëpërmjet studiusve si qyteti i Helikranos. Dhe nga banorët e zonës njihet më tepër si një kala, por e vërteta është se këtu kemi të bëjmë me një qytet antik, i cili ngjason shumë me qytetin antik pa Akropol, siç është ai i Qukusajtojt pranë Konispolit. Ne njohim si kala e ajo Ilias që themi ne, se është kisha e Shenlia. Edhe me atë emrin e njohim si qytet e vjetër si ashtu të shumë të kohshme përpara se ditën e sotme. Ne kam dëgjuar se atë si furnizohesh me ujë, si jetonin njerëzit, ujin e mirë nga një vend larg 3-4 kilometra me tuba keramike, shkonte tek vendi atje, edhe ka që sa ashtu si historike, jetonin njerëz të vjetër, shumë të vjetër, që broheshin nëpërmjet murit drejtues, broheshin nga armiqt, nga ashtu njerëz nga rreziqe të ndryshme. Është përmendur kjo si kalaja e mbretit? Po, është përmendur si kalaja e mbretit e kohës së Epirit. Që në kohën e Epirës së Epirit, do të thënë si e vjetër, si ashtu, po në periudhën se sa periudhë është ndërtuar, nuk ishte shumë e vjetër para erës e re. Gjetën se ku kalonte uji? E ujin e gjetën përmet kalit, po e kemi dëgjuar dhe ne që kali trokiti këmbët, ku ishte uji, trokiti me këmbët tokën, edhe gjetën që kalonte uji që furnizonte. Këtu në këtë vend këtu, afër këtu te Grika. Se ajo kalonte nëpërmjet zimorit atje, kalonte me tubë dhe shkonte atje. A vendi që merrin ishin larg. Ishin në Panoplatana i thoshin vendin, që mirë në ujë. Edhe gjetën me përmet kalit. Kali gjeti vendin ku kalonte ujë, edhe ndërpren ujin për të mos u furnizuar me ujë banorët që ishin. Pastaj dorëzuar, s'kishin ujë e dorëzuar kale. Po, kështu ishte.